O zot. Pse thua se Benita është vegël e Lodës? A do të thot kjo që Klodi është vegël e jotja? Okej. Po, shumë pyetje e bukur. Arsyeja që unë them se Benita është vegla e Lodës është për shkak se nuk mundesh pa e thonë, to e pas parasysh që Lodo implementon ideja në kokën e Benitës, që nështë as Benita vetë nuk i mendon, edhe ka një herë thëm, a e ka kapacitetin për me mendu se çka ashtu i thonë, edhe thjesht a i pol për të, dhe me thonë Benita vetë që aprovën, edhe normal që edhe Benitës i konvenon shumicën e rasteve, edhe to e pas parasysh që Benita vetë që ka shprej një pëlqim tu e nxit Lodo, sado që se pranon, kjo është fakt. Pse unë nuk mendoj që Klodi është vegël e jotja, është për shkak që unë e Klodit nuk i kallëzoj çka me bo, përveç raportit shoqënisë që e kem, unë nuk ndërhyte as edhe një pjesë, për çfarë do i akuzu pse ti si shok i mirë, ose ti si shok i keq nuk i ki thonë bëne këta me Benitën, bëne këta me Elionën, ose bëne këta me Benitën, ose çka do të qoftë, për shkak se unë nuk përzina te njerëz çka që shtek mi thonë, edhe jena të folë për një person që as nuk ta lejon, edhe jena të folë për mu në këtë radhë që as nuk tentoj, kështu që Klodi sukon, as nuk ka me konë kur, se në fillim kena pas që banorët na kanë thonë që edhe Klodi, do me thonë edhe unë ju më kom vegla e Klodit, po kjo as njëherë s'ka ndodhë, kështu që thjesht nuk e shë edhe se ku pak kur. Vegël nuk do bëj. Sa po e ceka, sa po e ceka. Jena të folë për një person që është shumë i aftë, shumë i mençur që edhe nuk e lejon. S'ka shans, nuk ka shans. Klodi është super inteligjent, kështu që as nuk lejon, kështu që e përshëndesim Klodin.